Minuta keni treguar për një person me aftësi të kufizuara të cilët i është mohuar e drejta e votimit, ta na tregoni se si ka ndodhur saktësisht kjo e mohim e drejtës votimit. Realisht, unë kom reagu për djalin tim Gjensen, ku kjo është hera tretë që Gjense do të thotë votojnë. Gjensi ka votuar në zgjedhjet nacionale të cilat u mbajtën në vitin 2024, tash në zgjedhjet lokale në tetor, por për neve ishte shumë shqetësuese, do të thotë ku shkum në qendrën e votimit, dhe ne po mendoj të bazu në praktika që kemi pas më herët fillum procedurën të regjistrohemi në qendrën e votimit, edhe aty na thanë që Gjensi nuk mundet të votoj pa i pasur disa dokumente shëndetësore të cilat po kërkohen në bazë të një udhëzimi apo manuali udhëzues zyrtar për procedurat e votimit në asistencë, udhëzuesit të cilin KQZ-ja e kishte aprovuar apo hartuar me 9 nëntor të vitit 2025. Dhe për fat të keq, ne kemi qenë të njoftuar, ne shkum në qendrën e votimit, ishim bashkë unë dhe Gjense dhe bashkëshorti im, si herave të tjera, dhe për neve që situatë ishte shumë shqetësuese, sidomos për pasur parasysh që Gjensi ka zotësi veprimit, dhe për mua ishte shumë e paqartë se të dëshmohemi me dokument shëndetësor